Hey, Theo! Nan! Ke po do? Mulje! E ta shito jam me një orë të një fermierit i cili qëtu 200-300 metra ma tutje e kish firmën dhe me thonë, edhe kryesisht tha që si familje mire me bujqësi, me blektori, i kish gjatë verës e dinit po varjoj ke 15 dhe 20 krer lëp, edhe tha që kryesisht si familje varemi prej këtyre, edhe tha që prodhojnë sasi qumshtit mjaft shumë, po cili erë pak more me full para kamerës, edhe tha që kryesisht dimnit i ka 7 dhe 10 krer lëp, edhe 3-4 mështira qysha edhe po shijet prej pomjeve, edhe po ashtu ish edhe një pik këtu një nalëci, po ashtu këtu ofër maleve që kryesisht qështa kë i qes gjon me kullut, edhe qka po m'pëlqeki po ashtu ishtë që sot kina mujtë edhe me nëzon këtë hapsire në pik dimnit me pos gati 20-25 gradë është tepër e pa imagjinueshme, edhe m'pëlqej që rruj se po të vetë kameraman, edhe do me thonë që kam pëlqej është këtu që fshati kryesisht ishin përbashku në mes vete, edhe kishin një lidhje bajagjet mirë, si me thonë, ndërfamiljare, edhe po mershin kryesisht me punët e veta, edhe kishin rahatin ndërmjet vete, bëma një selfie shtu me që, do me thonë, i trajnuva.